Deri tash ke marrë përgjigje pozitive vetëm nga Alianca, pres që të ketë përgjigje pozitive edhe nga Lira Demokratike, po edhe nga sigurisht të tjera. Vesh përgjigjen këtë. Politik korrektisht unë kam bisedu me kolegë në DDK, si që dini ata kanë një lidhje në ora 2, nuk e dim se si do t'i qasën këtij veprimi, ajo që është thirrja jonë, është që jemi bashkë në mbrojtje e këtij tempulli të demokracisë. Çka nëse nesër janë dyert e mbyllura të sallës plenare ku bëhen seancat, sepse ditë më parë zyrtarët e vetëvendosjes thanë që kur nuk ka seanca, nuk thirren nga kryesuesi, rrjedhimisht i bie që sallat e jetë mbyllur, si do të vepronin në rrethana të tilla. E dyta, zonja Haxhi, ushtruesja e detyrës së presidentes në një status minuta më parë, ju kritikoj juve si parti të opozitës për faktin që keni dhënë vrejtje në një kontest të lëshuar në brëm, ku vendi ju lë fajtor juve që e keni penguar mërgatën për ta vizituar hapësirën e kuvendit. Të dyat janë argumente çështës tyre për me kontrollu edhe me përdor institucionin për skenar politik subjektet tyre që realisht janë të bëhet tash 6 vjet. E para, na nuk jemi tu e pengu funksionalizimin e kuvendit. Jemi duke kërku që me orë, me u thirrë seanca dhe me u funksionalizu kuvendit. Është dashur dhe kem kërku që me u konstituu brenda afatit të shtetues. Pra që është prej ditës së certifikimit 30 ditë. Së rezultati mungesës vullnetit tyne dhe së rezultati i skenarit tyne politik, jem sot ku jem, edhe nuk e kem të funksionalizim të vendin dhe e kem të shkelën kushtetutën prej lëvizjes dhe vendosje. Dhe e dyta, a e kishit imagjinu në e njëni për juve së të qena bashkë. Në verën e vitit 2026, dyert e kuvendit Kosovës me qenë mbyllura. Dyert e kuvendit Kosovës me qenë mbyllura për deputet. Shtëpia e përfaqësuesve të popullit me qenë mbyllur. A nuk është mjaftueshëm argument tregues që këta kanë qasje autoritare, kontrolluese edhe penguese që me i nënshtru secilin eksponent, individ, personalitet, që ka autoritet, përgjegjësi e mbështetje për me bë punën e vet? Shehe propagandën rrjetet sociale që bëhet prej neve dëve këtu, e secilit që mendon ndryshe prej deve, e secilit për juve edhe media për juve. Është orkestruar për tyne. Po e prosëm, sepse është ma shumë se sa shqetësuesi si sot, arshi agjendës dhe skenarit tynë autoritar manipulues dhe keq përdorus që janë duke bë tash solide, e secilën kohë janë duke rrit dozën, duke rrit shkollën në mënyrë që me kap edhe me kontrollu secilën sektor e segment që shniston. Në dy buren është veç me shtu edhe dy elemente. Pyetja ke për administratën. Ligji i kuvendit e ka të ndonë përgjësi. Aja përgjësi buron për të zgjedhurve dhe për atyre që janë zyrtar publik, në rastin e në fjalë, që marrin udhëzime, respektivisht urdhra politik në veprim. Qa kreti që një zyrtar këtu i administratës u qunë mëngjes edhe i ka shkruat kumtez veta, po këto s'ka njëri që e besën. Që dikush që ka qenë në funksionin edhe në kryeministri, po, para pavarësisë, edhe mas pavarësisë, me 3 kryeministra ndryshëm, e deputeta, mëne që nuk e di, unë që a i ka qenë urdhër prej politikës, prej të nume politik, nuk ka kur nuk ndohë, që një tekst, e unë e këtë e di për shakë, që unë e kom që shumë tekste prej Strasburgut, prej Këshillit të Evropës, ata kanë lyp udhëzime prej neve, çka me vendosë, çka me hjek, ata mund me boni dratë. A i ka qenë, nuk është i administratës, administrata e kuvendit e bën punën shumë mirë, për gjithë zyrtarë publik që po më dëgjojnë, gjithë shërbyrës civil, për i drejtorna qytë, janë në dhunë sistematike prej kësaj qeverie, prej presionit të jashtëzakonshëm që është ndodhur prej krejt departamentet shumica janë përshues detyre, e na më jalon po do më na e peshti PDK-n, AK-n, parti tjera në konflikt me administratën. Jo, aferim për punën që e bën administrata, shumë respekt që e bojnë. Ne e dim, domethënë që ajo është udhëzim për shkak se ashtu funksionon institucioni demokratik, të rast institucioni me diktat. Çështja tjetër që e ngritë për pengimin e diasporës. Kënë e kem penguna.
Po çka menojnë që mundet me ardhë dikush në Parlament Kosovës e me thonë pe përshkata e Ramush Haradinin a? Ka jenis. E me ofendue një deputete të re të një familje të jashtëzakonshme. Po tepër kanë ndërru deputet. Dhe mos jam synë kur kush në orë sonë të parlamentit ku e kem na besimin, më ofendu një figurë kombëtare edhe një deputet çfarë do që është. E ka qenë akt që i ka dhënë marrë e kësaj sonce, e që do të shihet për jetimit, sa ka qenë me instruksion apo jo. Mos jam synë kur se onë të kuvendit që nuk o deputet, që nuk e mron ligjin në orë me ofendu një figurë kombëtare, duke përfshi Ramush Haradinin edhe secilin deputet dhe deputetet kuvendit Kosovës. Ajo se onë s'ka qenë dje, me ofendu secilin deputet në formën e në mënyrën më të ultëmshme. Kjo nuk guzon me ndonë në kuvend, edhe s'ka me ndonë në kuvend. Mos jam synë dikush në orë kuvend me ofendu një deputet dhe një figurë historike. Përmendëm më herët vendimet që janë marrë nga qeveria, a planifikon alianca që të shojnë një kurori diçka në lidhje me këtë çështje? Ato diskutojmë bashkarisht me kolegë. Tash nuk jem në angarë mes as aliancën me PDP-n as me LDP-n, nuk jem angarë. Po jem të këshyrë. A ka bazë për kallëzim penal? Nëse ka bazë për kallëzim penal, atë normal që duhet me çu, po në këtë rast në prokuroria duhet me vepru. Na jemi të na mendojmë që ka bazë. Për shkak se jeni 26 pika ne, siç e thash, thot ankari i qeverisë në detyrë i zgjedhur si deputet i Kuvendit Kosovës, i njëjti duhet t'ia dorëheqë. Çka më thon, bardhë zë. Çe? Andir. Ata një pyetje për të 43 tahili. Duke qenë se ja treguar që zoti Dehori nuk ka këtu fare përgjigje në kërkesën që i keni bërë për takim. Po ashtu nuk keni marrë një konfirmim prej lëvizjes vendose që mundet me qenë nesër në kuvend në orën 19 kur keni ftuar me mbajtës sonca. A shihni edhe si opsion që potencialisht një përgjigje pozitivisht ftesave për takimet që po i bën Albin Kurti edhe në shkumë fol për këtë çështje në takim me to? A mund me qenë edhe ky një nga opsioneve që me diskutu me to drejt për drejt? Obligimi jonë për me funksionalizu kuvendin është obligim kushtetues. Ndërsa gatishmëria jonë për me mbri marrëveshje politike është pjesë e agjendës politike së partijë politike. Pra nuk do të mi bo bashkë të dyja se janë tërësisht ndome. Ka dallim kushtetuta edhe shkelja kushtetutës edhe ka dallim vullneti politik. Na po thosim, hajde respektojmë kushtetutën edhe nuk e defunksionalizojmë organin matror, institucionin matror të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pasi që funksionalizohet Kuvendi i Kosovës, pjesa tjetër është pjesë e vullnetit politik që vlerëson edhe shesët e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë.